Do diskutojmë tani edhe për situatën politike në Kosovë dhe pavarësisht përpjekjeve për gjatë fundjavës, sërish deputetët kanë dështuar në konstituimin e kuvendit duke lënë hapësira të mëdha në mos funksionimin e shtetit Kosovës. Në një linjë të drejt për drejt, kemi zotin Safet Gërxhaliu, ekspert ekonomie. Zoti Gërxhaliu, mirë se erdhët sërish në studion e televizionit Skan. Mirë që gjej, falem për ftesën, kënaqësi të jem me ju. Faleminderit ju. Për gjatë fundjavës sërish pati seanca, pati përpjekje, por palët dështuan për herë të 39. Gjithsesi, pas negociatave të zhvilluara zgjatën mbi 2 orë, por sërish partitë politike, liderët e tyre fajsuan njëri tjetrin. Ka shpresa në horizont apo gjithmonë më shumë po shkojmë drejt zgjedhjeve, ripërsëritjen e zgjedhjeve, zgjedhjet parakoshme? Po e them e keqardhë, është prit dhe është mendu që këtë takim për konstituimin e institucionit do t'jetë për më ndryshe. Ka ndodhë në kohën kur ka pas një vendim të gjykatës kushtetuese, ka ndodhë në kohën kur ka qenë një takim i përbashkët që ka zgjatë 2 orë dhe nuk është arrit një pajtëshmëri, dhe më e keqja është që avazi i vjetër i dështimit të zgjedhjes sekretarit të Parlamentit të Republikës Kosovës është duke vazhduar dhe nuk ka shpresë do të përfundoj. Është kriju një përshtypje që qoftë pozita, qoftë opozita janë duke pritur diçka dhe ajo diçka është e panjohur, por në qoftë se mund të jetë e panjohur, atëherë me siguri janë duke pritur një vendim që ndoshta eventualisht do të vijë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, konkretisht nga zoti Trump, që do të zgjejë një zgjidhje ose do të propozojë një zgjidhje për raportet aktuale të krijuara mes Kosovës dhe Serbisë. Po një çështje e tillë nuk i bën nder Kosovës, sepse besoj që është koha kur fati i Kosovës do të jetë në duart të kosovarëve, në duart të politikës së Kosovës dhe të liderëve të dalur nga vota, dhe jo gjithmonë të priten vendime të tilla që sa mund të jenë pozitive, në veti mund të bartin rrezik shumë të madh, sepse këmishën e prerë nga të tjerët nuk pyet askush çfarë ngjyre ka, sa është me gjatësi dhe sa është me ngjyrësi. Prandaj vërtet është duke humbur Kosova. Çdo ditë e dështuar në Parlament të Republikës Kosovës janë vite të humbura në të ardhmen, dhe këtë nuk e meriton ardhmëria dhe gjenerata e re e Kosovës. Zoti Gërxhaliu, gjykata kushtetuese ka gjetur se është shkelur kushtetuta e Kosovës, sepse që nga 15 prilli vjojnë përpjekjet për të konstituar kuvendin dhe i vendos kohë partive politike që brenda 30 ditësh nga publikimi i vendimit të konstituohet kuvendi. Mendoni se do të jetë vullneti për t'ia dalë? Në rend parë duhet kuptohet që ky vendim i gjykatës kushtetuese është bën një garë kush është më i mençur dhe kush si e komenton. Në rend të dytë, në vendime të tilla, edhe pozita e sheh apo e gjen atë çka i kërkon, po të dëgjosh partinë fituese të vetëvendosjes e krijon bindjen që me automatizëm kushtetuesja i ka dhënë drejt për votim të msheft, kur e ndëgjon opozitën dhe ekspertë e shoqërisë civile edhe të fushës juridike e argumentojnë të kundërtën, dhe në këtë përplasje apo në këtë lojë ping-pongu definitivisht është duke humbur Kosova. Kosova është duke humbur në aspektin politik, në aspektin integrues, në aspektin gjeostrategjik, po mbi të gjitha në 3 fusha tjera që janë kruciale, është ajo sociale, ekonomike dhe psikologjike, sepse çdo ditë e më tepër duke humbur shpresa se në Kosovë mund të jetohet, do të vinë ditë më të mira. Vërtet Kosova po vund për një mungesë të një lideri të mirëfillt që mendon në shtet dhe në qytetar dhe jo vetëm për pushtet dhe për benefite të pushtetit politik. Zoti Gërxhaliu, ju e përmendët pak Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidentin Donald Trump. Për gjatë ditëve të fundit, më shumë se 4 apo 5 herë gjatë konferencave për mediat si NATO, sipas sulmit ndaj Iranit në Shtëpinë e Bardhë, ai ka përmendur Kosovën dhe Serbinë. Mendoni se është rikthyer sërish vëmendja e Shteteve të Bashkuara dhe mund të ketë më tepër progres për sa i përket marrëdhënieve mes 2 vendeve, që do thotë njohja reciproke? Duhet të kuptohet e vërteta që Amerika ka qenë dhe vërtet e ka mbështetur Kosovën që në kaluar, po edhe pas luftës, dhe për këtë duhet jemi falënderues dhe mirënjohës, po nuk duhet gjithmonë të presim nga Amerika që ajo të bëj për ne çdo gjë, po duhet të mendojmë dhe të bëjmë pyetje çka ne bëjmë për Amerikën.
Neve nuk na duhet Amerika vetëm kur hym në një rrugë të verbet politike, çfarë jemi tash. Është mirë që po përmendet edhe Kosova edhe Serbia, është mirë që po thuhet që është ndërpre mundësia për një konflikt të armatosur të kaluarën, po çka ndodhi me marrëveshjen e Washingtonit të nënshuar në sallën ovale, ku do të thotë të munga kjo qeveri aktuale u refuzu dhe nuk u zbatu. Në anën tjetër po ndodhë një përmendje e emrit të Kosovës dhe të Serbisë në kohën kur diplomacia kosovare është inekzistente, jo aktive dhe pothuajse do të thotë nuk figuron në aspektin lobus në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ndërsa pala sërbe kur nuk e ka pas diplomacinë më aktive se tani. Prandaj besoj që ekziston lidhje direkte, indirekte dhe perifere dhe mos mendoni sot lobimi e bën çdo gjë. Dhe në këtë drejtim besoj Kosova është një pozitë shumë të papavarshme, por si duket një gjë e tillë duke u konvenuar politikanët në Kosovë, sepse shumë më tepër humbin kohë duke kërkuar arsye për dështim, sesa për të gjetur rrugë për të dalë nga dështimi. Dhe ajo çka është më shqetësuese në Kosovë është fakti që nga presidentja që ka vërtet kompetenca për të mbrojtur kushtëshmërinë, për të monitoruar funksionimin e shtetit është duke heshtur dhe kjo heshtje është goditje shumë më e madhe se që mendohet në aspektin politik. Dhe në këtë ngërç politik, në këtë hapësirë të pashfrytzuar, janë, zoti Kërxhaliu, qytetarët dhe bizneset që dëmtojnë më së shumti. Si ka ndikuar kjo periudhë kaq e gjatë? Të paktën jo që nga fillimi i përpjekjeve për të konstituar kuvendin, por kam përshtypjen që pas zgjedhjeve ky boshllëk politik si ka ndikuar si tek bizneset ashtu edhe tek qytetarët? Me thënë të drejtën kam të vështirë ta them të vërtetën, sepse si duket sot e vërteta pranohet si një skepticizëm, por besoj që ne jemi shumë më tepër realistë, sepse paraqesim situatin sësh dhe në këtë realitet duhet ndërtohet vizion për ardhmëri, po me këtë nkërç politik vërtet është duke humbur apo është duke i u vjedhur koha Kosovës dhe kjo do të ketë efekte parabolike negative në të ardhmen. Në aspektin ekonomik janë disa dimensione të cilat janë vërtet shqetësuese. Parametrat ekonomik, qoftë sa i përket rritjes së importeve, janë në rritje sipër, kurja e eksporteve është në vazhdën e vet, problemi me energji elektrike është po ashtu një temë në veti dhe vetë fakti që mungon ratifikimi shumë marrëveshjeve për financim të projekteve të Kosovës, qoftë nga Banka Botërore, qoftë nga fondet IPA, po edhe nga Bashkimi Evropian, nga projektet për zhvillimin e Ballkanit Perëndimor, janë dëme që ndoshta e kalojnë edhe në miliardë euro. Dhe si produkt i një stati të tillë janë tri dukuri shqetësuese. E para, Kosova po zbrazët se të rritë nuk kanë perspektivë dhe nuk shohin ardhmëri dhe vizion për të qëndruar. E dyta, në këtë ngërç politik është duke ikur kapitali kosovar, sepse kosovarët janë duke investuar shumë më tepër në vendet të rajonit, sa në Kosovë, në veçanti në Maqedoni, Shqipëri, Malzi, Sloveni, po edhe në vende evropiane. Dhe treta, me këtë paradoks të kohës me problemin dhe sfidat me energji elektrike, për fat të keq ka filluar dhe ai pak prodhim Made in Kosova të hulumtoj për alternativa për të bartur prodhimin qoftë në rajon qoftë diku tjetër. Prandaj besoj që Kosova sot është një sat vërtet shqetësuese dhe nëse do të vazhdohet në këtë avaz, atë po e them me keqardhje, po arrin të gjitha aspiratat e akademive të shkencave armiqësore që nga viti 1937 këndej kanë hartu drafte dhe memorandume për të shkatruar dhe atë çka nuk mund ta bëjnë ata sot po e bën politika kosovare dhe sot Kosova shumë më tepër po rënohet nga brenda sesa nga jashtë. Pikërisht ky është problemi, zoti Kërxhaliu, dhe fakti që shumë kompani të Kosovës, pra kapital i Kosovës po largohet tek vendet qinje, do thotë që Kosova po bëhet më pak konkurruese, sepse në raportet ndërkombëtare të publikuara më herët, Kosova nuk ishte keq për sa i përket paketës së taksave që ajo ofronte për investitorët e huaj. Vitet e fundit Kosova ka pasur një debakël, sepse nëse varroset dialogu publiko-privat dhe shikohet biznesi si diçka që duhet të shkatruar, atëherë vërtet është mjerimi i parë. E dyta, qasja që vetëm shqiptarët e vdekur dhe
ata që janë të falimentuar apo të varfër janë të mirë është e dyta, dhe e treta, nëse ke target qeveritar barazi në varfëri dhe krimin e një garniture të re të bizneseve që janë pro-politike dhe pro-pushtetit, vërtet është një qasë e gabuar që Kosovë nuk duke ngulfat. Në Kosovë nuk ka investime dhe investor të huaj, në Kosovë i vetmi indikator është diaspora dhe remitancat të cilat vërtet po kontribuojnë, dhe kur krejsa i shtohet fakti shqetësues që Kosova po zbrazet dhe indikatori kyç që ka gjeneru tyra për funksionimin e shtetit ka qenë konsumi dhe ai po dobësohet, vërtet është diçka që duhet t'i prek në ndërgjegje edhe në moral apo në etik politikanë kosovar, edhe pse me këtë garnitur të politikanëve është e tepër të kërkohet morali dhe etika, sepse po e them në gjuhën matematikore është një variabël e panjohur në një ekuacion. Këto probleme, zoti Kërxhaliu, politika, por edhe tjera probleme që ne i kemi diskutuar më herët, sikurse mund të jetë rritja e kostove të bizneseve për shkak kryesisht rritjes së çmimit të energjisë elektrike, mungesës së punëtorëve dhe shumë arsye të tjera. Po bëjnë që bizneset bëhen më pak konkurruese dhe në anën tjetër të Kosova të varet më shumti nga produktet e importit në pamundësi për të prodhuar vetë për të qenë konkurruese vetë. Me sa duhet kemi shkputje në lidhjen e drejt për drejt me zotin Safet Kërxhaliu, po diskutojmë në lidhje me ngërçim politik në Kosovë dhe efektet negative që ky ngërç politik ka shkaktuar si tek bizneset ashtu edhe tek qytetarët e Kosovës. Zoti Kërxhaliu, jemi sërish në lidhje të drejt për drejt, po ju pyesja nëse kjo rritje kostove për bizneset, ngërçi politik, po bëjnë që Kosova të varet më tepër nga importet dhe të prodhojë më pak në vend? E keni prek një temë mjaft interesante që dëshmon një realitet të krijuar në Kosovë, si duket është intencë politike që Kosova të jetë shtet i varur nga importi në vend që të jetë një shtet i cili prodhon dhe ka mundësi të ndërtojë ekonominë bazuar në resurse natyrore. Politikat e gabuara vërtet janë më së evidente dhe si duket në Kosovë po verifikohet një thënie e vjetër që delet kur nuk e kuptojnë kur bariu e humb rrugën, sepse të gjitha delet shkojnë pas bariut. Dhe vërtet në këtë drejtim është një situatë mjaft shqetësuese, qytetarët janë më tepër se shqetësues për realitetin dhe kur e ke parasysh një fakt tjetër, kush është mbështetës i politikës aktuale që përbën pjesë ndërmuese të atyre që kanë vetëm shkollimin elementar, kush është mbështetës i politikës aktuale, janë ata që kanë paga minimale dhe kjo e dëshmon që vërtet e ka targetu një grup të popullatës e cila vërtet mendon që me këtë pushtet do t'jenë të gjithë të barabartë në varfëri, që është qasë shumë e gabuar, është shqetësuese dhe vërtet duhet të ndodhë një mrekulli dhe si duket mrekullia duhet vijë vetëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse në Kosovë nuk ka afinitet për të kuptuar politikanët kosovarë çka nuk kupton termi sakrificë, çka nuk kupton termi kompromis dhe çka nuk kupton termi të luftosh për shtet dhe për qytetar dhe jo dominanta kryesor të jetë orientuar në pushtet dhe në favore politike. Edhe një pyetje zoti Kërxhaliu në lidhje me çmimin e energjisë. U bë thuajse një muaj që bizneset e Kosovës janë tashmë në tregun e lirë të energjisë elektrike. Është efektuar kjo rritje e çmimit në rritjen e produkteve? Definitivisht Kosova është shndruar një shtet i varur nga importi. Kur je shtet i varur nga importi, je definitivisht duke importuar inflacion dhe flasim për një inflacion të heshur i cili vjen nga importi, mi po në anën tjetër prodhimet made in Kosova me këtë kosto dhe me këtë pakjarësi, sa përket furnizimit me energji elektrike, vërtet e kanë të pamundur të jenë konkurrent, jo në tregun rajonal dhe evropian, po edhe në Kosovë. Paramendoni në kohën kur ngritet çmimi i energjisë elektrike, hapet tema për tregun e lirë të energjisë elektrike që nuk ekziston, dhe të njëjtën kohë blloqet kryesore të termoelektranave shkojnë në remont apo në riparim.
vërtet është një dëshmi që vërtet e dëshmon njerimin që ka të ndisur Kosovën, ku nuk ka vizion, nuk ka një rrugë të mirëfillt e cila duhet të përfillet, dhe kështu shumë më tepër Kosova i është lënë një koz se sa që është e monitoruar nga politikanë kosovar, që vërtet shumë më tepër sot po dëmtojnë se sa që po kontribuojnë për ardhmërinë e Kosovës dhe qytetarëve të saj. Qytetarët protestuan, bizneset protestuan kundër rritjes së çmimit të energjisë elektrike dhe njëkohësisht u kërkuan nga bizneset një periudhë me gjatë një periudhë mbase 1 apo 2 vjeçare tranzicioni drejt daljes në treg të lirë. Ka ndonjë shans, zoti Xhaliu, pavarësisht problemeve që ka politika, që një kërkesë e tillë të merret parasysh? Definitivisht është varros dialogu i mirëfillt. Sot zëri i Komitetit Biznesit trajtohet si armiqësi ndaj pushtetit, nëse nuk jemi mujë kundra meje dhe në këtë drejtim as që ka gatshëm që të debatohet. Zyra regulatorit i ka vendimet e prena dhe si duket mënyra më e mirë e përfitimit të grupeve të caktuara të interesit afër politikës është importi i energjisë elektrike, sepse ti thush dikujt që për një periudhë kohore themi më tepër se një vjeçare janë importuar me qindra miliona energji elektrike dhe kemi pas një pezullim të prodhimit apo anashkalim të prodhimit vendor në të ngjell është mjerimi i kohës. Por kjo është Kosova e ditëve tona që dua të besoj e tëra kjo do të jetë një e kaluar cila do të lejë gjurmë, sepse vërtet vite e vite do të kalojnë dhe nuk do të mund të riparohen dëmet e bëra vitet të fundit përballë qeverisë dhe shtetit. Dhe për ta mbyllur, zoti Xhaliu, aty ku e nisëm me politikën e Kosovës, në këndvështrimin tuaj, cili është skenari më i realizueshëm? Ai vendimi marrë nga gjykata kushtetuese që detyron kuvendin të konstituohet brenda 30 ditësh, apo mund të kemi zgjedhjet përgjithshme, zgjedhje vendore në muajin tetor? Duhet të kuptohet që tani fati i Kosovës shumë më tepër në dorë të faktorëve eksternë, siç janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, se sa të vetë kosovarëve. Rend të dytë, heshtja e presidentes pas këtij akt vendimit të gjykatës kushtetuese është shqetësues, dhe treta, po edhe të tentohet të shkohet në zgjedhje, duhet të krijohet kuvendi që të shpallë zgjedhjet. Prandaj po e shihni çfarë situate është krijuar, e cila vërtet lën hapësirë për të dëshiruar që të sanohet, por nuk ka vullnet politik. Si duket, politikanët kosovarë dhe opozita i kanë të qarta sfidat me cilat do të ballafaqohen kur të vinë në pushtet. Mos harroni ne kemi një asociacion të komunave serbe që si duket të shndruar në një litar në fytin e quajtur Kosovë dhe do thotë askush nuk dëshiron ta ketë patatën e ngrohtë në dorë, sepse çdo zgjidhje e problemit do të jetë kosto e pushtetit dhe këtë si duket nuk e pranojnë politikanë kosovarë dhe shumë më tepër humbin kohë në kërkimin e arsyeve për dështim sesa për të zgjidhur këto probleme. I mungon Kosovës dhe Serbisë një Cipras dhe një Zaev që zgjidhin problemet dhe sot që dyja shtetet edhe Greqia dhe Maqedonia janë shumë tapër Evropës sesa Kosova dhe Shqipëria, sesa Kosova dhe Serbia, dhe në këtë drejtim besoj që duhet guxim politik dhe ky guxim politik mungon aktualisht në Kosovë sikur më parë, sepse kemi politikan pa diplomë dhe jo burgshtetas që e marrin fatin e shtetit dhe të popullit në duart e veta. Zoti Xhaliu, ju falenderoj për këtë lidhje drejt për drejt në studion e televizionit Skand. Shpresojmë që gjërat ndryshojnë për mirë sa më shpejt. Që gjërat të ndryshojnë duhet të bëjmë, jo vetëm të shpresojmë, dhe kjo i mungon Kosovës. Patjetër. Faleminderit edhe një herë.